Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Banorët e rrugës Adem Delia në lokacionin e njohur si Pika e Zez janë akuar për një varg problemesh. Pas asfaltimit të rrugës, banorët po kërkojnë vendosjen e shenjave të komunikacionit dhe shënjëzim shtesë për shkak që makinat po qarkullojnë shumë shpejt dhe po rrezikohen. Rruga Adem Delia, e njohur si Pika e Zez, së fundmi është asfaltuar, por ende ka mbetur e papërfunduar. Në këtë pjesë mungojnë shenjat e komunikacionit dhe sinjalizimi i nevojshëm, duke krijuar shqetësim të banorët e kësaj zone. Duke mos pasur shenja që kufizojnë shpejtësinë, disa drejtues makinash po qarkullojnë me shpejtësi shumë të madhe, duke rrezikuar jetën e banorëve dhe gjithë pjesëmarrësve në trafik. Rruga ka qarkullim të madh gjatë ditës, pasi përdoret edhe nga prindërit që shoqërojnë fëmijët në qerdhen që ndodhet në afërsi. Kemi probleme të mëdha. Se shkojnë në qerdhe tre që u marrua ajo qerdhe atje, me shpejtësi shumë të mëdha, edhe krejt femna shkojnë të i fëmijët. Pi orës 7:30 deri 8 diçka, aty është qarkullimi shumë i madh. Edhe mas dite pit orës 3 deri në 4, ku shkojnë mi marrë ata fëmijët atje në qerdhe, aty mundet më harë deri te një viktim, e mas viktimës atë nuk kem shumë e bëmu. Ata pikojmë këtu hallën, po viktima shkon. Vetëm pak ditë më parë, në këtë rrugë ka ndodhur një aksident, si pasojë e shpejtësisë së madhe që po vjen nga mungesa e shenjave. Domethënë ditë e diell e kona ditë kur ka ndodhur aksidenti, edhe fati që fëmijët nuk kanë qellu në atë moment. Ardhi një person i panjoftën, ka bën ndeshje në atë vend aty, si ka përshtot shenjave, se s'ka shenja hiç aty. Por rreziku nuk përfundon vetëm te mungesa e shenjave. Në afërsi të rrugës ndodhet edhe një urë, e cila ka mbetur në po atë gjendje që pas janarit të këtij viti, ku si pasojë e vërshimeve, anësorët e urës mungojnë, duke shtuar rrezikun edhe më shumë të banorëve të zonës, por edhe të tjerëve që shfrytëzojnë kalimin mbi këtë urë. Banorët kanë një kërkesë të qartë, institucionet përgjegjëse ta vizitojnë këtë rrugë dhe të trajtojnë me prioritet problemet, papritur që situata të përkeqësohet, pasi mungesa masave të sigurisë rrugore mund të rrezikojë jetë njerëzish. Të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari ekonomike në Gjakov janë të obliguar që në përputhje me rregullorët në fuqi të respektojnë orarin e punës edhe gjatë sezonit veror. E nëse duan të punojnë jashtë orarit të përcaktuar, të njëjti duhet që paraprakisht të bëjnë kërkesë, kështu e bë ditur nga Ervin Shabani, drejtor në drejtorinë e inspektimit në Gjakov. Të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari ekonomike në komunën e Gjakovës janë të obliguara të përmbajnë orarit të punës në përputhje me rregulloret në fuqi. Autoritetet komunale rikujtojnë se çdo biznes që synon të ushtrojë aktivitetet edhe jashtë orarit të lejuar duhet paraprakisht të pajiset me pëlqimin përkatës në përputhje me nenin 29 të rregullores për orarin e punës. Sipas drejtorisë për inspektime, zbatimi i këtyre dispozitave synon të sigurojë rend dhe barazi në ushtrimin e veprimtarive ekonomike dhe respektim të legjislacionit komunal. Komuna e Gjakovës e ka lëshuar një vendim edhe për shkak të rritjes së fluksit të qytetarëve, edhe për shkak të rritjes së orarit të bizneseve në komunën e Gjakovës, domethënë jashtë orarit të rregullt punës, mbas rregullores për orarin e veprimtarive ekonomike të komunës së Gjakovës, komuna ka lëshuar një njoftim ku i njofton të gjitha subjektet që janë pjesë e kësaj rregullore për orarin e punës, duhet të respektojnë orarin e punës zyrtar. Në rast se dëshirojnë me punu jashtë orarit punës, në bazë të kësaj rregullore mundën me apliku për zgjatje të orarit tek drejtoria për zhvillim ekonomik. Masat janë me gjobë normalisht, por edhe mbyllje të lokalit jashtë orarit të rregullt punës. Autoritetet komunale u kanë bërë thirrje të gjitha bizneseve që të respektojnë rregulloret në fuqi që kanë të bëjnë me respektimin e orarit të punës. Gjatë të enjtës krimet ekonomike kanë zbarkuar në Gjakov me fokus në inspektimin e parkingjeve private. Ky operacion ka synuar evidentimin dhe verifikimin e subjekteve që dyshohet se operojnë pa regjistrim të biznesit. Pa licencat e nevojshme,
pa pajisje fiskale dhe pa përmbushjen e detyrimeve tatimore, duke ngritur dyshime për shmangje të tatimeve dhe ushtrim të paligjshëm të veprimtarisë ekonomike. Policia e Kosovës ka zhvilluar këtë të enjtë një operacion në rajonin e Gjakovës, i cili ka në fokus parkingjet private që dyshohet se ushtrojnë veprimtari ekonomike në kundërshtim me ligjin. Burimet të sigurta të televizionit Syri brenda policisë së Kosovës bëjnë të ditur se aksioni po realizohet nga njësi të hetimeve të krimeve ekonomike. Sipas të njëjtave burime, hetimet kanë për qëllim verifikimin e operatorëve që dyshohet se veprojnë pa regjistrim të biznesit, pa licencat përkatëse, pa pajisje fiskale dhe pa përmbushur obligimet tatimore. Burimet theksojnë se gjatë operacionit do të kontrollohet statusi juridik i subjekteve, mënyra e arkëtimit të pagesave dhe deklarimi i të hyrave. Në rast se evidentohen shkelje, ndaj pronarëve mund të ndërmerren procedura ligjore në varësi të gjetjeve të hetimit. Policia e Kosovës ende nuk ka dhënë detaje të reja për rezultatet e operacionit, ndërsa veprimet hetimore janë duke vazhduar. Bizneset, por edhe ekspertët po kërkojnë ndryshime në ligjin për licencimin e kriptovalutave. Labinot Bajrami nga CEO i Crypto Albanian thotë se Kosova është ndër vendet me interesim më të madh për kriptovaluta në rajon dhe Evropë, por e pranon se mbetet e komplikuar teknikisht forma e investimit. Disa biznese që ushtrojnë veprimtari në fushën e kriptovalutave dhe këmbimoreve janë mbyllur së fundmi në Kosovë nga Inspektoriati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut. Ky proces po bëhet në kuadër të zbatimit të planit operacional për mbikëqyrjen e tregut që do të inspektojë mbi 268 biznese të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës. Labinot Bajrami nga Crypto Albanian thotë se Kosova është ndër vendet me interesim më të madh për kriptovaluta në rajon dhe Evropë. Kosova prej vitit 2014, prej kur kanë fillu me prodhu Bitcoin edhe Ethereum në mas të madhe, përjin në përqindje të adaptimit të kriptovalutave. Edhe tash, normalisht është prej të parave në rajon, realisht është e dyta në Evropë mas Ukrajinës. Për tu licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës duhet fillimisht të paguhen 5.000 euro për aplikim, kështu bën të ditur Bajrami. Shumica kombimoreve veç janë në proces të licencimit, fillimisht dëshme i pagu 5.000 euro për aplikim për me u licencu, pastaj janë 160.000 euro që dëshme i pas depozit në xhirollogarin bankare të qasoj kompanije. Këto janë pare të kompanisë, të kombimores e cila licencohet, mirë po në rast se kombimore në të ardhën bën naj gabim ose naj mashrime tjera, atëre kjo shumë e pareve ka me u përdor për me imbulu humbjet e klientave të cilët janë dëmtu. Bajrami gjithashtu shtoi se në disa nene vështirësohet qasja e kompanive të mëdha në Kosovë në tregun e kriptos. Me ardhjen e ligjit edhe me disa nene që janë ato, kjo e vështirëson pak qasjen e kompanive të mëdha në Kosovë në aspekt të kriptos. Menoj që nëse ligji rregullohet në gjithë aspekt, vinë do udhëzime administrative, do lehtësime tjera rreth aktiviteteve edukuse, rreth aktiviteteve të marketingut të kombimoreve të mëdha, atëherë menoj që Kosova ka me vazhdu me hmet një prej vendeve më të mira dhe më të përshtatshme për zhvillim të këtij lloji të biznesit. Edhe njohësi fushës Veton Brahimi vlerëson se ligji kërkon përditësim në disa pjesë. Ai duhet të përditësohet të pjesa të atimit, por edhe të ecë në hap me teknologjinë. Po mendoj që kryesisht ligji është me vend, po do të përditësohet ajo pjesa e tatimit. Pjesa e tatimit ka mundësi për përditësime, po sipas ligjit i cili të kemi për momentin është i ligji një i cili vepron në Evropë për kriptovaluta dhe kryesisht është për rregullimin e ofruesve të shërbimeve për kriptovaluta. Ligji për kriptovalutat në Kosovë është miratuar që nga viti 2024 dhe kryesisht rregullon operatorët ose exchange dhe i mbron konsumatorët e Kosovës. Pushimet për inspektorët e arsimit në Gjakov ende nuk kanë filluar,
Pasi të njëjtit janë në përfundim të raporteve të hospitimeve në shkollat e komunës. Inspektori Ndrejt Spërleshi ka dhënë disa detaje edhe për konkursin e regjistrimit të nxënësve në klasët e 10-ta. Niveli i arsimit para universitar kosovar është në pushimin veror, por pushimi për inspektorët e arsimit nuk ka filluar ende. Kjo për shkak të inspektimeve për fundvitin shkollor, për të cilat na tregoi më shumë ushtruesi i detyrës së udhëhecit së Inspektoratit të Arsimit në Gjakov. Më rëndësi ka qenë vlerësimi i jashtëm i performancës së shkollave. Këtë kohën e fundit e kemi pas një plan dinamik për çdo muaj nga një shkollë secili grup. Sektori Gjakovsi ka pas 2 grupe, bashkëpunim me një inspektor pripeje, dhe i kemi vlerësue 6 shkolla. Sot, për koincidencë, ju ka dhënë vendimet e 3 shkollave kanë marrë raportin të komunës Gjakovës, ndërsa dje i kemi dhënë 2 të Rahovecit e 1 të Malishes. Po ashtu sot 4 drejtora i kanë marrë vendimet për vlerësim performancë të në që zgjatët të mandatit. E inspektime janë kryer edhe në lidhje me regjistrimin e gjysmë maturantëve në shkollimin e mesëm të lartë. Tash kemi vizituar edhe shkollat në lidhje me regjistrimin si AP përfillin, vendimin e ministrisë dhe konkursin të cilin e kanë shpall për kriteret. Kuptohet kriteret konkursit ka gjimnazi dhe shkolla mesme miksisë. Drejtimet profesionale nuk kanë, dhe këto kanë mesatarën 4. Kemi sinqer deri me tani shumë mirë në fatin e parë, edhe pse kanë arrit një numër të vogël të nxënësve me regjistru, për shkak se kanë përfill, kuptohet konkursin. Edhe pse konkursi për shkollat mesme të larta ka një numër pak të fyrt të nxënësve, që është më i madh se numri i nxënësve që kanë kryer klasën 9. Sektori i Inspektoratit të Arsimit në Gjakov ka trajtuar edhe raste si ankesat e nxënësve rreth suksesit akademik, po ashtu janë kryer inspektime tematike e administrative me qëllim garantimin e cilësisë në institucionet arsimore të Kosovës. Në 6 mujorin e parë të vitit 2026 janë regjistruar 23% më pak aksidente në Gjakov se në periudhën e njëjtë të vitit të shkuar. Komandanti Milazim Lumi ka treguar edhe për faktorët që kanë ndikuar në uljen e këtyre aksidenteve. Stacioni policor në Gjakov ka prezantuar rezultatet e punës për 6 mujorin e parë të vitit 2026, duke evidentuar përmirësime në disa tregues kyç të sigurisë dhe zbatimit të ligjit. Sipas të dhënave të prezantuara, numri i rasteve të evidentuar është rritur për 4.7%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndërsa zbulueshmëria veprave penale është rritur për 3%. Në fushën e sigurisë në komunikacion, aksidentet rrugore kanë shënuar ulje për 23%, ndërsa gjobat për shkelje të rregullave të trafikut janë rritur për 13.5%, si rezultati kontrolleve më intensive. Po ashtu, realizimi i urdhëresave të gjykatave është rritur për 10%. Komandanti i stacionit policor në Gjakov, Major Milazim Lumi, tregoi për 6 mujorin e parë të këtij viti dhe suksesit që ka arritur stacioni policor në Gjakov. Stacioni policor do të ka bërë prezantimin e punës 6 mujore, ku kemi bërë analizën dhe kemi krahasuar periudhën e 6 mujorit vitit kaluar, ku kemi po rezultatet tona, sukseset tona dhe eventualisht do aty ku kemi nevojë të përmirësohemi dhe të gjithë mbikëqyrësit, varësit e me që janë në stacion janë zotuar që të vazhdojnë me punë të mira, në mënyrë që të krijojmë ambient të sigurt për qytetarët e komunës së Gjakovës. Nga policia e Gjakovës u theksua se angazhimi do të vazhdoj edhe në muajt në vijim, me fokus në rritjen e sigurisë publike dhe ofrimin e shërbimeve sa më efikase për të gjithë qytetarët. Përkundër fushatave të ndryshme vedijesuese, këmbësorët por edhe ngasësit shumë shpesh nuk respektojnë si duhet rregullin e kalimit të zebrave. Ka raste kur këmbësorët kalojnë në një zonë afërsi të zebrave dhe jo në vendin e duhur, por ka edhe ngasës të cilët janë të pakujdesshëm në respektimin e të drejtës së këmbësorit. Po pret për të kaluar rrugën në vendin që është i dedikuar për të, por në vend të kësaj, drejtuesit e makinave
vazhdojnë rrugën sikur para tyre të mos ekzistonin vijat e bardha dhe një person duke pritur në këto temperatura të larta. Për të kaluar rrugën, ajo që duhet të jetë një drejtë themelore, po duket si një mision i vështirë. Gjatë qëndrimit të ekipit tonë në terren, pam me 10 raste ku ato mjetet nuk ndaleshin në vendkalimet përkëmsor, duke rrezikuar drejt për drejt jetën dhe sigurinë e qytetarëve, përveç pritjeve të gjata që ata detyroheshin të bënin. I mlefosur shprehet një qytetar, i cili thot se ka pasur raste kur edhe vet është përballur me situata ku drejtuesit e automjeteve nuk i kanë dhënë përparësi, ndërsa shton se kontrollet e policisë po fokusohen kryesisht te tejkalimi i shpejtësisë. Po, më ka ndodhur sarë, nuk nalen automjetet, vjet e bardha janë për komsorë. Respektim nuk ka, shpejtësi të mëdha, në komunikacion nuk ka rregulla. Është ka fjala, ka pushteti. Nuk janë ka respektojnë vetëm shpejtësinë edhe s'po di çu më ta shpjegoj masi. Ato janë vijat komsorëve, duhet më nal kerrat. Por problemi nuk ndalet vetëm te mos respektimi i vijave të bardha nga drejtuesit e automjeteve. Edhe këmbësorët shpesh rrezikojnë jetën e tyre duke kaluar rrugën në vende ku nuk ka vendkalim të shënuar, edhe pse vijat e bardha janë vetëm disa hapa më tutje. Ajo është gabimi më i madh i këtij populli, që neve na gutet shqiptarëve. Për çdo asi kem qef më shpejt mi kryj punën tona. Ajo gabimi më i madh se nuk dihet, është vendi i caktuar, më tregu të vërtetën është vendi i caktuar, ku duhesh më shku me na nuk jemi vetë dishun. Siguria në trafik kërkon përgjegjësi nga të gjithë. Në këto ditë, ku rrugët janë më të ngarkuara edhe për shkak të ardhjes së mërgjimtarëve, prandaj nevojitet më shumë kujdes dhe respektimi i rregullave nga secili pjesëmarrës në trafikun rrugor, sepse një moment pakujdesie mund të shndrohet në një tragjedi. Hapëstirat e Hotel 12 shumë shpesh frekuentohen nga turistët të huaj, krahas atyre vendor. Ekipi ynë ka vizituar një grua nga Amerika, e cila bashkë me të birin, prej disa ditësh kanë zgjedhur të eksplorojnë qytetin e Gjakovës. Të buzët qeshur ju afruan recepcionit. Nënë e birë nga Amerika kishin zgjedhur Gjakovën si destinacion. E Hotel 12 ishte zgjedhja atyre për të cilin foli Dakota Walter. There was quite a few options in the area. Ne kishim shumë opsione në këtë zonë dhe jam shumë i lumtur që kemi qëndruar këtu. Ne kishim rezervuar në një hotel tjetër, por në momentin kur erdha në këtë hotel të poshtë dhomën, vendosëm të anulojmë rezervimin tjetër dhe të qëndrojmë këtu. Është në lokacion ideal dhe afër çdo destinacioni, dhe kjo është e mrekullueshme. Ai foli po ashtu për pjesën më të preferuar të tij në qytetin e Gjakovës. I'm a coffee guy and it's been awesome. E pëlqej shumë kafen dhe është e mrekullueshme që këtu keni shumë kafeteri. Në mbrëmje njerëzit janë jashtë duke shëtitur në qytet dhe kjo më pëlqen shumë. Adhuroj po ashtu qashin e madhe. Jemi ndalur përpi aty disa net me parë me shoqëri dhe është shumë bukur. Dakota tregoi se pse vendosi të vizitoj Gjakovën. I have friends that worked here. Unë kam shok që kam punuar këtu dhe ata më tregonin gjithnjë sa bukur është Gjakova. Pastaj unë dhe nëna ime vendosëm të vinim këtu për pushime dhe deri tani gjithçka është shumë mirë. Moti po ashtu këtu është shumë i mirë dhe më i përshtatshëm se zona e Amerikë. Dakota Walter dhe nëna e tij kanë udhëtuar nga shteti amerikan Idaho drejt Gjakovës, ku pas eksplorimit të qytetit, ata do të udhëtojnë drejt Shqipërisë, duke e nisur nga Valbona dhe bukuritë e saj për të vazhduar më pas drejt Bregdetit shqiptar. Ndodh që të përmbledhim me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.